Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi së bashku për të komentuar ngjarjet më të fundit rreth VIP-ave. Dhe këtë herë do të ndaloj tek Romeo dhe tek Heidi. Që janë Romeo dhe Heidi bashk, kjo gjëja lesh shumë për të kuptuar dhe krijon një debat të gjerë, sepse që të dy asnjëri nuk janë të deklaruar deri më tani që kanë krijuar një lidhje të re, edhe pse po shkojnë afër më shumë se një viti që përfliten se janë të ndarë. Nga jashtë duket sikur gjithçka është ndalur mes tyre, por nga brenda ka diçka që ende ndizet si një flak e fshehur. Romeo Veshaj dhe Heidi Baci, dy emra të njohur për publikun shqiptar, vazhdojnë të mbeten në qendër të vëmendjes. Edhe pse ka kaluar kohë që nga spekulimet për ndarjen e tyre, fansat janë të bindur për të kundërtën, se dashuria mes tyre nuk është të shuar kur, vetëm është fshehur mirë. Marrëdhënia e tyre që nisi në sytë e publikut dhe u përjetua si një nga romancat më të ndjekura, duket se ka kaluar një fazë hije, ku gjithçka është bërë më e rezervuar, më diskrete, më e mbuluar, më në heshtje. Por kjo heshtje për ndjekësit e tyre më të vëmendshëm nuk është mungesë ndjenjash. Përkundrazi, ajo është një zë i qetë që flet shumë. Së pari ndonë se janë përfolur shumë herë për një ndarje përfundimtare, Romeo dhe Heidi vazhdojnë ta ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale. Në epokën e sotme, kjo nuk është një gjë e vogël. Nëse do të kishim të bënim me një ndarje të vërtet dhe pakthim, shumë çifte të njohura nuk do të toleronin as këtë nivel minimal kontakti. Por në rastin e Romeos edhe të Heidit, kjo ndjekje online është një dritare e vogël që i lejon njëri tjetrit të shohin, të ndjejnë dhe të jenë afër, ndonse në heshtje. Ajo që bën më shumë përshtypje është fakti se nuk i bëjnë like postimeve të njëri tjetrit, dhe kjo sjellje për shumë ndjekës shihet si një taktik për të mos rënë në sy, sikur duan të qëndrojnë të lidhur, por pa dhënë sinjale publike. Sikur ekziston një marrëveshje e heshtur midis tyre për të mos u shqyer më zërat, por as për të mbyllur portat plotësisht, sepse sipas disa teorive të shumë fansave, çdo gjë mes tyre mund të jetë duke ndodhur prapa kamerave, larg botës virtuale që i ndjek me lup çdo lëvizje. Ky follow pa like është bërë pika me nxehtë të komenteve në TikTok dhe në Instagram, ku shumë fansa të çiftit hapin forume të tëra diskutimi për të analizuar sjelljet e tyre digjitale. Disa prej tyre shkojnë edhe më thellë, ata thonë se Romeo dhe Heidi shkëmbejnë mesazhe private dhe se dashuria e tyre vazhdon, por është bërë më e kujdesshme për shkak të presionit mediatik dhe të publikut. Disa të tjerë mendojnë se ndoshta çifti është në një fazë reflektimi, ku ndjenjat ekzistojnë, por kanë zgjedhur të mos i shfaqin publikisht derisa të jenë të sigurt për rrugën që do të ndjekin. Kjo do të shpjegonte edhe mungesën e fotove të përbashkëta, por edhe ndjekjen e vazhdueshme që ngjall dyshime. Publiku shqiptar është mësuar me historitë që lindin e shuhen në sytë të gjithëve, por Romeo dhe Heidi duket se kanë zgjedhur një tjetër rrugë, dashurinë e fshehur, të papranuar por ende të gjallë. Dhe ndoshta kjo e bën marrëdhënien e tyre edhe më tërheqëse për opinionin, sepse e panjohura gjithmonë të magjeps. Në mungesë të deklaratave zyrtare nga vetë çifti, çdo lëvizje e tyre vazhdon të analizohet si një enigmë. Çdo story, çdo postim, çdo mungesë ndërveprimi bëhet një argument i ri për të diskutuar dhe në këtë labirant të zërave dhe hamendësimeve, ndoshta e vetmja gjë e sigurt është kjo. Çfarë do që ndodh mes Romeos dhe Heidit nuk ka përfunduar me një pikë, ndoshta thjesht është një presje. Ndoshta do të vinë dita kur të dy do të shfaqen sërish së bashku në publik dhe do të tregojnë se çfarë kanë kaluar ose ndoshta do të vendosin që historia e tyre të mbetet për herë një enigmë e bukur, që jetoi me zërave të heshtjes,
por për momentin Romeo dhe Heidi vazhdojnë të jenë bashkë në një mënyrë të veçantë, në heshtje, në distancë, por ndoshta ende me zemrën më pranë njëri tjetrit. Dua të marr mendimin tuaj për këtë çiftin që as pak nuk flet për një lidhje të re. Për këtë çiftin që përveç se është folur për këto të dy, nuk është folur për një femër apo për një mashkull tjetër. Për këtë çiftin që punojnë me shumë intensitet dhe nuk krijojnë një lidhje. Mendoni dhe ju njëjtë si unë që vazhdojnë të jenë akoma në lidhje dhe këtë lidhje në mbajnë privat? Më shkruani në koment.